Asociacioni për Iniciativa Demokratike sot bëri prezantimin e raportit nga hulumtimi për perceptimin dhe botkuptimin e nxënësve të shkollave të mesme dhe grupeve të prekura për format bashkohore të tregtisë me njerëz në Gostivar dhe Kumanov. Këtij raporti ka paraprir një anketë realizuar me nxënësit e shkollave të mesme publike të Gostivarit për atë se sa janë të njoftuar me vetë termin tregtime qenie njerëzore, a rin t'i dallojnë trafikantët, a i din masat preventive, format e tregtisë e tjerë. Monika Veljanovska, në cilësi të menaxheres së projektit, tha se gjithë kjo bëhet me qëllim që të ngritet vetëdia qytetare mbi rrezikun e trafikimit me qenie njerëzore dhe në të ardhmen të veprohet në mënyrë parandaluese ndaj vendbanimeve që nuk i kanë të njohura format dhe pasojat e tregtisë me njerëz. Danas kako ga prezentiramo izvještaj za percepcije i shfaqjanja të nostre. Sot e publikojmë raportin e perceptimeve dhe kuptimeve që kanë nxënësit e shkollave të mesme për sa i përket problemit me trafikimin e qenieve njerëzore. Për problemin në fjalë ne kemi anketuar 200 nxënës të shkollave të mesme nga 4 shkollat publike në Gostivar, me që rast kemi bërë balancim gjinor dhe etnik, ndërsa janë përfshirë të gjitha 4 vitet e shkollimit të mesëm. Rezultatet flasin se nxënësit janë të njoftuar me këtë dukuri, din t'i dallojnë format e tregtisë së këtill, e din që ka raste të nxjerrjes dhe shitjes organeve të njerëzve, i dallojnë kur bëhet fjalë për prostitucion, por ata nuk din të dallojnë kur bëhet fjalë për detyrim për të kryer një punë për të cilën nuk janë marrë vesh dhe kur detyrojnë të ushtrojnë një detyrë të caktuar me qëllim të shpagimit të një borxhi, njofton Monika Veljanovska. Nga anketa realizuar, nxënësit janë shprehur të vetëdijshëm për faktin se në Republikën e Maqedonisë ekziston kjo si dukuri, ekzistojnë viktima, por edhe se shumë njerëz të painformuar mund të jenë viktima potenciale. Ata e kuptojnë se viktimë të tregtisë me njerëz mund të biesh edhe nëpërmjet rrjeteve sociale, por kjo mund të ndodhë edhe në rrugë, në lagje dhe në për të gjitha kafeteritë që ata i frekuentojnë. 29% srednjoškolcите smetaju дека самите се виновни лицата што се нашле во 29% e nxënësve të shkollave të mesme konsiderojnë se viktimat janë vetë fajtore që bien në kurthet e trafikantëve, ndërsa këtë qëndrim nuk e përkrahin 49% e të anketuarve. Ata konsiderojnë se viktima potenciale të trafikimit me qenie njerëzore janë vajzat nga mosha 14 deri më 18 vjeçare. Në grupin e dytë bëjnë pjesë fëmijët në moshën 14 vjeçare dhe në grupin e tretë pasojnë gratë më të moshuara dhe ato të nacionalitetit rom, thot Veljanovska. Nxënësit gjatë kësaj ankete janë zotuar se nëse vërrejnë raste të këtilla, menjëherë do t'i njoftojnë organet kompetente, filluar nga policia, drejtoritë e shkollave apo në qendrën për punë sociale. Projekti ka filluar nga muaji gusht i vitit të kaluar dhe do të zgjas deri më dhjetor të vitit 2016. Ndonse nuk ekzistojnë statistika konkrete, Veljanovska tha se viktimat të trafikimit me njerëz ka edhe në Gostivar.